shemë unë e kom zbëllu një harfiste para 500 vjetën në Amerikë kur kom qenë. Jam e shqiptar. E I ka 47 tela. S'kom qarë pa e përsërin plot emisione. Kjo është sendi mirë. E son 2 tela që te lisa nuk është instrumenti joni, po na e kem përvecu. E tash, a është instrumenti më delikat në botë mira. I ka la shqiptare, që më kone njotën me emën. Të më thonë, nuk datojmë sot që jem talentum, jena shumë ati, kena lidh me talent. E do të në shrytëzë. E kemi në qakë, duket. E vërtet. Se atë janë ato elementet tue më të preferuara në muzikën tonë? I gjë, muzika është popullor që pus pa fund. Unë të gjëj edhe muzikë klasike, nuk është faqe që nuk e përcjeli. E du teatrin, e du klasikën, e du këngën popullore shumë. Muzikën e letë e kon specialitet timin. Botën shqiptare njivna për muzikën e letë. Sepse kom jetu me një rreth ku një kënu këto këngë. Unë e vi për Gjilanit, tash e 62-3 vite në Prishtinë, edhe jem rrit në atë vend ku jën kënu Vemi o Vemi, Vajta Kalova, kësi këngë, për shembull. Normal që atoj, që I thonë të jau jep hakun, me mundësit e mia gjithmonë, edhe këngë popullore tjera përgjithësi, mos thëmë krejt, I kom bënë atë mënyrën time, më të mirën të mosshme. Hajrëdin Pashën jem një njeri parë që I kom kënu këtu vitin 80, megahit ka qenë edhe vazhdo me qenë megahit. E ka kënu dhe 1 milion tjerë këngëtar shumë bukur dhe ma bukur. Por qëllimi ka qenë I mirë jemi, që e kom bënë me orkestër dhe në veç një qifteli. E kom, si sot që I bojnë tash me 100 elektronika, unë e kom bënë me orkestër gjallë, do më thonë. Kom shu këngë leta, fesni kënojnë, më falë një këngë, tjetër kështu me radhë, shumë më herët. Komplet sene. A mundeni mi veçu, ndërsa disa këngë cilat ju me të vërtet rezonani me to, pra e keni, mundemi me thonë në zamër, ato, ose krasë mesazhet, apo... Problem qysh me I da, po. Ka qenë një këngë për Çobanin, që kom kënu dikur, cilën e shumë kënaqësi e kisha kënu dhe sot është e pa mundur pa orkestër me kënu. Unë e ka shumë vite që punoj vetëm me orkestrimet marru me fajlat I kam. I bi gitarës dhe këndoj 100% live, vetëm e kam orkestrimet që nuk I kultivon mo, s'ka njerës që I bin mo, janë pike 5 janë da, jeta. Edhe ka shumë. Për shembull, Vajta Kalova jam njeri I parë që kom kënu në shqiptaritë na këtu jashtë Kalabrisë. Flas vitin 77-78. Mandej këngët e leta ndoshte kujdi unë një lule që më ka qelë tash e ka plot. Nuk di çka me veçu se për momentit, ose e kom një këngë njoftën botë në besa me mu që live që kom bua dhe jam top 10 që më të mirë të botës që kom shtitu, më thonë me atë këngë, është Boqeli, dhe jam edhe unë aty. Ka plot sen dhe nuk di çka me veçue. E di kur dal aty çka kom që me kënu dhe çka duhet. Këtu në studio, a kishë mujt me në ndëru, me kënu një kumë, cila ndoshta nuk vyn një orkestër e madhe, pra, me na të regu, pra, edhe me neve, edhe shikuzve tonë, një zëtë mrekullueshëm. Një lule që kam qeli tash, aman, mbi gjithë shoqe, bën të dri. Bukurin ma ke me naze, zemrën time ke zan vend. Bukurin ma ke me naze, zemrën time ke zan vend. Vedin vajse që është maraku, aman
ti hala se ke provu. A e dini djalë se që është maraku, aman, ti hala se ke provu. Me një gjuse qka dojnë alku, kishim vdeki, shimin baru. Me një gjuse qka dojnë alku, kishim vdeki, shimin baru. Për shembull, kjo, një prej këngëve të bukura. Pse pikërisht të zgjatët këtë këngë? Është një këngë që unë besoj që e dinë shumica, edhe dojnë, edhe këtë marrë nësishmë është unë e du shumë. Këtu edhe ka tekst, është këngë shkadrane, është këngë shqiptare, gjitha, është perle tyne, edhe nuk vret në vesh e kundërta të shtinë më ndëgju, unë e besoj. Të ishta më fokusu tek paraqitjet tua live, performancat. Çfarë emocione është, ndoshta prej fillimit, lidhja me publikun? Qysh kjo është rutinë të unë e spaku, por përgjithësinë e kam gjithmonë afër vetë. Edhe tash që ula para që ka pa gitarën, e kam përgjithësinë. Asë që përgom instrumentit, e di që një tanoj mirë, e di që edhe duhet dhe di është një komponent e mirë, se ka është gjatë kohë. Por, prap, edhe dy kamerman që jam për para, unë kam dëshirë me pa dhe ata të beta që mirë, atë sa mirë. I shoh të lëviz shemull, nejse tash regjia e mund vetën. Edhe jo, që ishi këtu si gastare, nëse ti përjetove mirë këngën, unë e dy fishën e kam, unë e lexova që mirë e ke përjetu me sytë, që kjo është. Pra e keni fituar dhe atë veçërinë, cilën e lexoni me njëherë, se ndoshta emocionet në fytyrë të dikojt. Edhe 100 edhe 1000 të une janë njëjtë, sepse e shikon radhën e parë, edhe të fundit, mesën dhe të fundit edhe di ku je. Edhe përfundon gjithmonë mirë.